Që duar të themë në këto është ajo që kemi folë edhe herën e kaluar, në zgjedhjet e kaluara. Unë jam këtu për të shpjeguar vullnetin e strukturave të cilat i drejtojnë dhe timin. Ka qenë vullnet në zgjedhjet e vjetetorit, i shprehur, është një vullnet edhe sot, edhe vendim i vjetetorit i strukturave është edhe sot, që vullneti ynë nuk na mungon, jemi të interesuar që të ndërtojmë një listë e përbashkët me atë që folëm më herët për qëllimet që ndryshimi i qeverisë. Unë besoj që sot është luks, sikur që e thash, është luks sot më marr njëri me tjetrin kur ne po themi që Kosova është në rrugën e keqe. Nëse Kosova rrugën e keqe, të gjithë që po besojmë që rrugën e keqe është koha të bashkohemi, kush me kon sa më të afër me njëri tjetrin, të maksimalizojmë vullnetin e atyre që besojnë si ne, edhe mos i lejojmë të bëhet më keq Kosova. Nuk ka logjik. Edhe unë, edhe strukturat që drejtojmë, kemi vepruar edhe një drejtor edhe tani e shmejmë vullnetin, dëshirën tonë. Që të bashkoheni me në Partinë Demokratike të Kosovës, se duhet me isqaru disa gjëra. Ju kur e shihni bashkimin, ju e shihni bashkim si PDK nisma, apo e shihni se këta po thonë nuk ka bë kërkesë. Ju nëse doni mi bë kërkesë, a doni mi ftu mu bashkangjit këta në nisma, që shë punë? Ne kemi thonë edhe në kalunemi të interesuar mu bashku e mu shkri në një formacion të përbashkët, me do kontributin tonë, me fuqizu. Dhe nuk është problem nëse sinkronimi është sinkronimi i vetëm është akronimi i vetëm është. More ne po themi shkuat jemi u bë pjesë. Mu sinkronizu bashkë në siglën PDK. Ne po themi për te saj, vullneti unë ka qenë që duhet ta them, me bashku e me shkrije, me ndërtu një, me bashku që të energji që janë, me bashku votën, mas me i kas një votë, e cila mund të shërbej dhe të përcoj këtë subjekt politik, këtë alternativë politike, me shpresën që mund të arrijet që nëse të ofrohet mundësia me qeverisë me vendin, e nëse ofrohet e malë mundësia me qeverisë me vendin, besoj që ka kandidatin më të mirë për kryeministër, nësi e ofrohet e mundësi. Bedria? Po. Bedria Hamza? Po, me qëta që ka shërë sot, që ka këtu në ofertat e grupët tjera politike, dhe fuqizimi, bashkimi, mësë me leju asë një vot me ikë, ose mu largue, me bashkue, me kryu një sinergji, kjo ka qenë vëndeti ynë. Ama, për cilëm, kjo është vëndeti ynë. Vëqë po shkruj. Po, kjo është vëndeti. Vëqë po shkruj, se më afat që Bedri Hamza është kandidati më i mirë për kryeministër. Qka nëse, qka nëse del Bedri Hamza thot minutin e fundit nuk mundem i bashku, edhe ti garon më pas për kryeministër në nisë, në thëmë ku mbet këj Bedri Hamza kandidati më i mirë për kryeministër. Bedri Hamza ka dalë edhe herë në kalume që ke ka ndodhë, po s'ka ndodhë kur gjë. Në besoj, unë e di që ka flasë.